Unë nuk jam kështu. Unë nuk jam ky. Nuk jam ba për me ba këtë gjë. As këtë tjetrën. Me vepru kundër atij ose kundër asaj. Kjo është masa e asaj drejtësisë së drejtë, të cilën Krishti thot. Nëse drejtësia juaj nuk do të jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe farizejve, nuk do të hynin në mbretërinë e qiellit. Zoti nuk më ka bë mua kështu. Zoti nuk më ka bë për këtë gjë. Atij nuk i pëlqen kjo gjë. Masa më e lartë e drejtësisë. Domethënë, është ajo çështja e zgjedhjes. Kush din me zgjedh, mos me vepru të keqen, din me jetu masën më të bukur të dashnisë, plotësinë më të këndshme të saj. Le të vazhdojmë për çdo ditë me praktiku këtë gjë. Në gjëra të vogla, tu refuzu çdo të keqe, tu paranalu çdo gjë që është e dëmshme. Atëherë kena me vepru sipas shpirtit të Zotit. Atëherë po.